Ka nisur konsultimi për masterplanin e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm për rajonin e Korçës, një nismë që financohet nga Agjencia Franceze për Zhvillim dhe Ministria e Kulturës së Shqipërisë. Lajmi është bërë ditur nga prefekti i Korçës Nerti Ljole gjatë takimit të radhës së Komitetit të Turizmit. Një investim që besoj do të jap vlerë të shtuar në vizionin afatgjatë për zhvillimin e sektorit, për të parë mundësitë e huazimit të modeleve franceze, sigurisht përshtatura me kontekstin e qarkut ton, edhe se si mund të orientojmë të gjithë bashkërisht më mirë një vizion afatgjatë edhe të prekshëm që sjell impakt të drejtë për drejtë edhe ekonomik për qarkun ton. Projekti përfshin një planifikim strategjik në rrafshin e politikbërjes, një plan investimesh të mundshme, të cilat do duhet merren në konsiderat nga njësitë e vetëqeverisjes vendore, por edhe shkëmbime teknike mes autoriteteve të qarkut ton, edhe atyre franceze. Sipas prefektit Jole, tashmë është momenti për të nxitur zhvillimin afatgjatë të turizmit, duke e gërshetuar atë me ekonominë bujqësore, duke pasuruar kështu ofertën agroturistike të qarkut. Në takim është theksuar rëndësia e prodhimit të një oferte turistike rajonale. Ne jemi fokusuar në aktivitetet të cilat do të çojnë në drejt promovimit dhe masivizimit të turizmit në qarkun e Korçës. Angazhimi jon do të jetë pikërisht pjesa e angazhimit të përbashkët për krijimin e një produkti turistik rajonal. Sezoni veror në qarkun e Korçës ka kaluar pas një lloj incidenti fal punës së uniformave blu, por edhe aktorëve të tjerë. Është për të theksuar pjesa e sezonit veror, për të cilën ne nuk kemi pas asnjë lloj incidenti dhe problematike. Është menaxhuar më së miri nga drejtoria vendore. Në takim kanë raportuar edhe përfaqësues të bashkive si dhe të tjerë aktorë vendor, ndërsa është theksuar bashkëpunimi ndërinstitucional për sezonin turistik dimëror. Gjatë këtij viti kanë ardhur në qarkun e Korçës nga jashtë vendit 235.000 persona më shumë se një vit më parë, ndërsa kanë qenë 80.000 të huaj më shumë se një vit më parë.